shkruan Gjergj Zefi. Segmenti Milot Ballldren nuk është më thjesht një projekt i vonuar infrastrukturor, në mënyrën si është trajtuar ndër vite ai është kthyer në simbol të një problemi më të thellë, pabarazisë në shpërndarjen e investimeve publike, klientelizmit në vendimarrje dhe mungesës së një logjike të qartë ekonomike në trajtimin e akseve strategjike. Kur një segment prej vetëm 17 kilometrash mbetet për një dekadë në status impezull, nuk mjafton më shpjegimi, burokraci, procedura apo vështirësi teknike. Në këtë fazë kemi të bëjmë me një dështim politik dhe financiar që prodhon pasoja të drejtpërdrejta për një rajon të tërë. Perceptimi i diskriminimit rajonal nuk lind nga retorika, por nga krahasimi konkret i ritmeve të investimit, kur zona të caktuara të vendit përfitojnë më shpejt akse të reja, përmirësim të korridoreve ekzistues dhe mbështetje më të dukshme infrastrukturore, ndërsa një nyje kaq e rëndësishme për vendin vazhdon të mbetet e bllokuar, atëherë ushqehet bindja se prioritetet publike nuk po vendosen mbi kritere zhvillimit të balancuar, por mbi preferenca politike. Kjo është arsyeja pse çështja e Milot Ballldren nuk lexohet më vetëm si vonesë administrative, por si tregues i një qasje selektive ndaj territorit. Nga pikpamja ekonomike, kostoja e mosndërtimit është shumë e madhe se sa paraqitet në dokumente. Çdo vit që ky segment mbetet jashtë funksionit, rritet kosto e transportit për bizneset, zgjatet koha e qarkullimit për mallrat dhe dëmtohet efikasiteti i një korridori që lidh Shqipërinë me Europën qendrore. Në terma financiar, kjo do të thotë humbje produktiviteti, rritje të kostove operative për transportuesit, konsum të lartë karburanti, amortizim të shpejtë të mjeteve dhe ulje të konkurrueshmërisë për ekonominë rajonale. Edhe kur këto kosto nuk shfaqen drejt për drejt në buxhetin e shtetit, ato paguhen çdo ditë nga qytetarët, bizneset dhe tregu. Për më tepër, zvarritja e projektit rrit edhe faturën përfundimtare të vetë ndërtimit. Në infrastrukturë, çdo vonesë shumëvjeçare përkthehet në kosto shtesë, rritje çmimesh të materialeve, rishikim projektesh, shpenzime të reja procedurale, si edhe nevojë për rivlerësim teknik e financiar. Kjo do të thotë se një segment që mund të ishte përballuar më herët me një barë më të ulët fiskale sot rrezikon të kushtojë më shumë pikërisht për shkak të mosveprimit. Kjo është një nga paradokset më të rënda të keq menaxhimit publik. Shteti shtyn investimin në emër të kursimit, por në fund paguan më shtrenjtë për shkak të vonesës. Në qendër të debatit ka qenë edhe mënyra si u konceptua financimi i këtij aksi, veçanërisht përmes formulave koncesionare dhe partneriteteve publik-privat. Pikërisht, këtu hyn nocioni i klientelizmit, kur procesi i përzgjedhjes së operatorëve shoqërohet me dyshime për favore paraprake, bonus teknik të kontestuar apo mungesë gare reale, atëherë problemi nuk është më vetëm juridik, ai bëhet problemi i besimit publik dhe integritetit fiskal. Një shtet që krijon perceptimin se projektet strategjike filtrohen sipas afërsisë politike dhe jo sipas kapacitetit financiar e teknik, minon vetë themelet e konkurrencës dhe të eficiencës ekonomike. Nga ana financiare, një shqetësim serioz lidhet me mospërputhjen mes peshës së projektit dhe kapaciteteve reale të operatorëve që synojnë ta marrin përsipër. Kur ngrihen pikpyetje mbi kapitalizimin, likuiditetin, aftësinë për të siguruar financim bankar apo për të përballuar riskun e ndërtimit, atëherë shteti nuk ka të drejtë të veprojë mbi baza politike, sepse në fund çdo projekt i mbështetur mbi operator pa muskuj financiar real përfundon në një nga dy skenarët, ose bllokohet, ose kthehet në barë shtesë për buxhetin publik. Në të dyja rastet humbësi është njerëzia. Milot Ballldren është një segment me vlerë strategjike, jo vetëm rrugore. Aksi ndikon drejt për drejt mbi lëvizjen e njerëzve, mbi qarkullimin tregtar, mbi aksesin drejt zonave turistike të veriut, edhe mbi rolin që Shqipëria pretendon të luajë si korridor rajonal. Një qeveri që e lë pezull këtë nyje, ndërsa promovon vizione ambicioze për integrim, logjistik dhe zhvillim, krijon një kontradikt të fortë mes propagandës dhe realitetit, sepse korridoret strategjike nuk maten me premtime, por me funksionalitet, kohëudhëtimi, flukse tregtare dhe kthim ekonomik. Në planin politik kjo çështje ka marrë natyrë shumë ngarkesë më të madhe sepse prek një zonë ku ndjeshmëria ndaj përjashtimit është e lartë. Pikërisht për këtë arsye vonesa nuk lexohet më si thjesht procedurë, por si shenjë një diskriminimi rajonal të heshtur. Edhe nëse pushteti nuk e pranon një qasje të tillë, efekti politik është i njëjtë. Krijohet bindja se disa zona mbeten sistematikisht në periferi të vëmendjes shtetërore. Dhe kjo bindje është jashtëzakonisht e rrezikshme sepse dëmton kohezionin territorial dhe ushqen mosbesim afatgjat ndaj institucioneve. Në thelb rasti Milot Ballldren tregon se problemi i Shqipërisë nuk është thjesht mungesa e fondeve, por mendësia politike për prioritetet. Kur një segment i shkurtër me ndikim të lartë ekonomik dhe rajonal nuk përfundon për vite me radhë, ndërsa energjia administrative harxhohet në skema të diskutueshme financimi, atëherë bëhet e qartë se pengesa nuk është vetëm teknike. Pengesa është modeli i qeverisjes, një model ku klientelizmi konkuron me interesin publik,
ku eficienca fiskale i lë vend pazareve dhe ku balanca rajonale sakrifikohet për llogari të kalkulimeve të ditës. Milot Ballldren sot mbetet prova më e fortë se infrastruktura në Shqipëri nuk është vetëm çështje zhvillimi, por edhe çështje pushteti, dhe për sa kohë një projekt i tillë vazhdon të mbetet i bllokuar, çdo premtim për barazi territoriale, modernizim dhe standard europian do të tingëllojë i cunguar. Sepse kur një aks strategjik pengohet nga klientelizmi, nga paqartësia financiare dhe nga perceptimi i diskriminimit rajonal, problemi nuk është më vetëm rruga, problemi është vetë mënyra si ndërtohet shteti.